Jemi mësuar që përpos deklarimeve në lidhje me politikën nga deputetët e Kuvendit të Kosovës e politikanëve në përgjithësi, të dëgjojmë edhe deklarime që lidhen me përditshmërinë e pasurinë. Ngjashëm një deklaratë mjaft të çuditshme dhe së fundmi edhe një prej deputetëve të Kuvendit të Kosovës, që vjen nga komuniteti egjiptian. Deputeti egjiptian Veton Berisha në një emision televiziv ka folur në lidhje me pasurinë e tij, e që është milionshë. Berisha mandje tha se ka lindur milioner. Sipas tij, gjithë pasuria të cilën ai e posedon është e trashëguar dhe si i tillë vetë se është milioner. Ai foli se nga cili vend vjen, nipi kujt është dhe sa hektar tokë me vlerë ka. Ai gjithashtu përmendi se bashkëshortja e tij punon si ginekologe prej disa vitesh dhe se shumica familjarëve të tij janë të punësuar jashtë vendit. Veton Berisha nuk ka qenë deputet në legjislaturën e kaluar, prandaj edhe nuk ka deklaruar pasurinë e tij këtë vit pra në vitin 2025. Ai është rizgjedhur deputet këtë legjislaturë. Po çka ka deklaruar ai në deklarimin e pasurisë të vitit 2021? Në vitin 2021, në deklarimin që është bërë tek Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit, tek pasuria e palujshme, deputeti Veton Berisha ka deklaruar 4 toka, shtëpi banimi e shtëpi të pabanuara, pishin publike dhe 2 banesa e 1 garazh. Njëra nga këto prona që ka i përmenda ai nuk i ka deklaruar në emër personal të tij, por disa në emër të prindit e disa të përbashkëta. Këto prona pro 4 toka, shtëpi banimi e shtëpi të pabanuara, pishin publike dhe 2 banesa e 1 garazh, kapin vlerën e 1.052.990 euro. Tek pasuria e lëshme, deputeti Veton Berisha ka deklaruar një vetur Mercedes E200 në vlerë prej 8.500 eurove, të cilën ka thënë se e ka dhuron nga vëllai i tij. Ndërsa një vetur Golf 5 që është në vlerë prej 4.900 euro në pronësi të bashkëshortes së tij, e të cilën deputeti tha se vetura është blerë nga kursimet. Në deklarimin e pasurisë tek Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit, deputeti egjiptian si para të gatshme, ai ka deklaruar vetëm 650 euro në pronësitë e tij, ndërsa më shumë se 1.000 euro në pronësi të bashkëshortes. Ai gjithashtu ka deklaruar se ka kredi dhe borxhe afro 50.000 euro, deklarime këto që janë bërë në vitin 2021 para 4 viteve. Nga të dhënat e vitit 2021, Berisha ka thënë se nga Kuvendi i Kosovës ka marrë pagë vjetore dhe meditje afro 22.000 euro, ndërsa gruaja e tij ka marrë pagë nga ÇKUK 586 euro. Që të dy, ai dhe bashkëshortja kanë deklaruar 10% të trustit të cilën e kanë marrë në vitin 2021, e që për të dy kapin vlerën e rreth 3.200 eurove. Deputeti Veton Berisha përpos deklarimeve për pasurinë shpeshherë është bërë dhe pjesë e mediave dhe për deklarimet që lidhen me zhvillimet politike. Berisha mandje shpeshherë ishte i kërkuar për votën e tij të rëndësishme në proceset të vendit. I përmendur shumë ishte edhe së fundi kur u tha se ekziston mundësia se ai të kalojë në grupin parlamentar të AK-s në Kuvend. Berisha o pyet shpeshherë edhe për votin e tij në lidhje me emrin Albulena Haxhiut për krye kuvendare, ku ndër të tjera është theksonte se është për zgjidhje të bllokadës.